الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد falendrimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, që do të thotë o ju besimtar, o ju që keni besue, agjerimi u është bërë obligim, kema kutiba alel ledhine min qablikum, njashtu si që ka qenë obligim edhe për ata që kanë kalu para jush, pra për umetët dhe popujt e kaluar, leallekum tattaqun, në mënyrë që të bëhnit të devotshëm dhe të jeni të shpëtuar. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor i ka thirrë besimtarët, i ka thirrë të dashurit e tij me cilësinë më së shumti që i don, edhe me cilësinë me të cilën afrohesh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ja ayyuhalladhina amanu, o ju që besuat. Nga se besimi, vëllezër të nderuar, është baza dhe thembeli, edhe mbi besim ndërtohet çdo vepër tjetër. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e don imanin, e don besimin, edhe e kërkon këtë iman në ditën e gjykimit. Prandaj edhe Allahu azza wa jall tha: o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim, njashtu siç ka qenë obligim edhe për popujt e kaluar. Pra nuk jeni të vetmit në këtë obligim. Juve ju bashkangjiten edhe të gjitha umetet e kaluara tek të cilët Allahu dërgoi pejgamber. Dhe këtu shihet vlera e agjerimit, për arsye se ka qenë obligim edhe për umetet e pejgamberve. Leallekum tattaqun, thot në mënyrë që të bëheni të devotshëm dhe të jeni të shpëtuar. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po e tregon urtësim pse është bërë agjerimi obligim. Pra është bërë agjerimi obligim në mënyrë që të arrijmë cilësinë më të dashur dhe cilësinë më të mirë dhe petkun më të mirë që është devotshmëria, vëllezër të nderuar. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimin e futin mes dy mbështjellësve, mbështjellësi i parë që është imani dhe mbështjellësi i dytë që është devotshmëria. Prandaj vetë fakti që Allahu subhanahu wa ta'ala thotë o ju që besuat, agjerimi është bërë obligim, pastaj vjen urtësia në mënyrë që të bëheni të devotshëm dhe të jeni të shpëtuar, jap me kuptuar rëndësinë e këtij ibadeti, jap me kuptuar rëndësinë e madhe që ky ibadet dhe ky obligim ka te Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një hadith kutsi: "Es-sawmu li wa ana ajzi'u bih", thot agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Wallahi sikur mos kishte asnjë ajet dhe asnjë hadith për vlerën e agjerimit, edhe pse janë të shumta hadithe të pejgamberit alayhis salam, po vetëm kjo që Allahu ka thonë, agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të, mjafton si vlera e agjerimit, vëllezër të nderuar. Prandaj ne jemi në hyrjet e një muaji të madh, pra një muaj të zgjedhur, një shtyllë për shtyllave të Islamit, edhe Ramazani, vëllezër të nderuar, është një lloj medrese apo një lloj shkolle, edhe secila shkollë apo secila medrese i ka dhe nxënësat e vet,
e nxënësat e Ramazanit janë agjeruesit, nxënësat e Ramazanit janë agjeruesit, mirë po vëllezër të nderuar, nxënësat dallohen, dikush ka lënë shkëlqyshëm, e dikush ka lënë shumë mirë, e dikush ka lënë mirë, e dikush mjaftueshëm, e dikush ngel. Prandaj edhe kështu kanë me kanë edhe njerëzit në këtë muaj të Ramazanit. Pra dikush ka me kanë i shkëlqyshëm e që lutë Allahu na bën gjithë neve prej tyre. Edhe gjithë secili që agjeron, e dikush mundet me kanë prej atyre që është shumë i dobët, e dikush mundet me ngel dhe me u suspendue kështu me radhë. Prandaj qëllimi jonë dhe ambicjet tona në këtë muaj do të jem që dalëm të shkëlqyshëm me Allahun subhanahu wa taala. Dhe përderisa Ramazani vëllezër të nderuar është një shkollë, e që i kanë nxënësat e vet, atëherë padyshim që edhe nëse të shkollë janë të ato lanë që patjetër duhet më mësue. Prandaj lënda e parë është Kur'ani. Lënda e parë është Kur'ani në të cilën zbriti në këtë muaj të bekuar. Prandaj duhet të rregullojmë raportet tona me librin e Allahut subhanahu wa taala. Ky Kur'an dallon prej gjitha librave tjera në tokë, nga se çdo libër tjetër autore ka njeriu, ndërsa Kur'ani autore ka krijuesin. Kur'ani është libri i Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu subhanahu wa taala filloi zbritjen e fjalës së tij në këtë muaj të bekuar, që i dha vlerë muajit, i dha vlerë natës së Kadrit, kur Kur'ani zbritin e të. Gjithashtu vëllezër të nderuar, prej landeve tjera që patjetër duhet me i pos parasysh është landa e agjerimit. Pra agjerimin si kemi agjerue, dhe për me çunë në vend si duhet agjerimin, atëherë nuk duhet të agjeron vetëm barku jonë, mirë po duhet të agjeron edhe gjuha jonë. Duhet të agjeron për i fjalëve të ndyta, duhet të agjeron për i mallkimeve, për i ofendimeve dhe sharjeve. Derisa pejgamberi alayhis salam na mësoi se nëse dikush ty të ofendon, a do të më ja kthy me ofendim dhe sharje kurse si. Mirë po ti do të thuar se e në sajëm, unë jam agjerueshëm, pra unë jam në një gjendje që u i kum thau halalit, bukës dhe ujit haram deri në kohën e iftarit, kështu që si ti tham haramit, si ti tham sharje, si ti tham ofendimit, si ta kthej edhe në ty në tjetër gjendje. Prandaj unë jam në një gjendje agjerueshëm që mos ma lejon feja dhe agjerimi im që kam dërzuar Allahut subhanahu wa taala, që ty me ta kthy me të njëjtin ofendim. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, prej landeve të Ramazanit është me përmend Allahun subhanahu wa taala sa më shumë, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thani shokit të tij, tha inni, tha ndihmo mua me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra me përmend Allahun subhanahu wa taala, e përmendja më e mirë është leximi i Kuranit, pastaj çdo dhikr tjetër për dhikrave dhe përmendjeve të Allahut që Allah e don dhe është i kënaqur. Gjithashtu vëllezër të nderuar, për me na bë dobi lëndat dhe veprat tona të cilat i kryejnë në këtë muaj të bekuar, atëherë patjetër duhet dy kushte me plotësue. E para prej tyre është që ajo vepër të jetë përputhshmërie sipas Kuranit dhe Sunetit dhe siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se pejgamberi alayhis salam tha në një hadith: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Kush e vepron një vepër që ne s'e kemi vepruar, ajo është refuzuar. Dhe tha pejgamberi alayhis salam: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Dhe kush do që vepron një vepër që ne nuk e kemi punuar, ajo është refuzuar. Dhe gjithashtu e dyta, vëllezër të nderuar, është njëti dhe sinqeriteti të jetë për Allahun subhanahu wa taala. Nga se Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Ata njerëzit nuk janë të urdhëruar prej Allahut përveç se që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet dhe duke qenë të bindur në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sinqeriteti për Allah dhe veprat të jetë përputhshmërie me ato që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo e bën veprën të përsosur dhe e bën të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër të nderuar, për urtësive të agjerimit është që agjerimi ka ardhur për me na bë neve më të mirë, ka ardhur për me na bë neve më të devotshëm. Prandaj gjithherë kujtoni le'allekum tattaqun, pra në mënyrë që të jeni të devotshëm, në mënyrë që të bëni më të mirë dhe të jeni të shpëtuar te Allahu subhanahu wa taala.
Ky muaj, vëllezër të nderuar, i vendosur nga ana Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet pejgamberit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është muaj i zgjedhur, është muaj i shansës që vjen një herë në vit, prandaj duhet të shfrytëzohet dhe duhet të japet maksimumi nga ana jon që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me ibadete të ndryshme. Dhe ky muaj, vëllezër të nderuar, është muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala liron njerëz shumë nga zjarri i xhenemit, dhe Allahu azza wa jall për ata që liruan nga zjarri i xhenemit thot: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kur të që shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet, ky është ai i cili ka fitu. Wallahi s'ka fitu ai i cili ja ka kthy shpinën këtij muaji të bekuar, as s'ka fitu ai i cili nuk i din qëllimet pse është lidhsu dhe pse ka ardhur ky muaj i bekuar, edhe s'ka fitu ai i cili ja ka kthy shpinën namazit në këtë muaj, dhe s'ka fitu ai i cili ka harruar Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i përgjigjet Allahut subhanahu wa taala në këtë muaj. Prandaj Allahu subhanahu wa taala sa për këtë muaj, ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara, janë ditë të ngjehne, për të cilat kalojnë shumë shpejt, edhe ashtu që kanë kaluar Ramazanat e kaluam, ai i cili ka ymër ka me kalu edhe këtë Ramazan, edhe shpejt ka me pa vetën Bajram. Prandaj aja që ka lypet ndërmjet fillimit dhe Bajramit, është që ti me punue dhe me adhuru Allahun azza wa jall, dhe me edha tëra gjuhdin dhe mundin dhe përpjekjen që sa më shumë me i bëj ibadet në këtë muaj të zgjedhur në mënyrë që mu liru për zjarrit të xhenemit. Allahu subhanahu wa taala gjithashtu thot për këtë muaj: "Walitukabbirullaha ala ma hadakum", dhe që të madhroni Allahun i cili ju ka udhëzuar, wa la'allakum tashkurun, dhe në mënyrë që të falenderoni Allahun subhanahu wa taala. Pra ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala i cili na udhëzoi. Laula Allahu mahtadina, sikur Allahu të mos na udhëzonte ne nuk do ishim të udhëzuar, e as nuk do të dinim çka është agjërimi, e as çka është namazi, e as çka është dera xhamis, mirë po ndoshta do jetëshim sikur se kafshët biledhëm të humbur. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na udhëzoi në këtë muaj, na udhëzoi në këtë agjërim dhe në këtë dinë madhështor. Wa la'allakum tashkurun, dhe në mënyrë thot që të falenderoni, po për këtë nimet dhe begati që Allahu azza wa jall ju ka udhëzuar juve, ta falenderoni Allahun subhanahu wa taala. E nëse ne falenderojmë Allahun, mos harro se gjithherë kemi kon shtim e sipër, siç thot Allahu azza wa jall: "Wala in shakartum la azidannakum", dhe nëse me falenderoni dhe ja shtoj të mirat e juaja, e më mirat mira është imani në zemrën që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kur e falenderon Allahun, shtohet imani, po shtohen edhe të mirat në jetën e kësaj bote. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i kësaj gjësie dhe rregulluesi i kësaj gjësie, dhe ai i cili me urtësinë e tij ka vendosur Ramazanin, kështu që jonja është të përgjigjshme Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati", që do të thotë me të vërtetë thot muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të përkushtuarit ndaj Allahut, adhuruesit ndaj Allahut dhe adhurueset ndaj Allahut azza wa jall, të sinqertit dhe të sinqertat, was-sabirin was-sabirati wal-khashi'in wal-khashi'ati, thot durimtarët, sabërlit dhe durimtarët. Pastaj thot të përulërit dhe të përulëret, pra meshkuj dhe femrat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, dordhenësit dhe dordhenëset, pra sadakat dhenësit dhe sadakat dhenëset, wal hafidhina li furujihim, dhe ata që ruajnë derën e tyre, wal hafidhatu, dhe ato që ruajnë derën e tyre, was-saimina was-saimat, dhe agjiruesit dhe agjirueset, wa dhakirin Allahe kathira, dhe ata që përmendin Allahun shumë. Çka ka përgatitur Allahu për ta? Ndëgjë shpërblimin thot: "E'adda Allahu lahum maghfira", ka përgatitur Allahu për ta falje.
dhe ka përgatit Allahu subhanahu wa ta'ala xhenete dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do jetë i kënaqur me ta wa ajran azima dhe shpërblim shumë të madh saqë s'ka mundësi mu imagjinue çfarë ka përgatit Allahu azza wa jall në mesin e këtij ajeti po përmenden dhe agjiruesit dhe agjiruesit Allahu na bëj pe atyre që agjirojnë këtë muaj ashtu siç Allahu don dhe është i kënaqur wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahde, wassalatu wassalamu ala men la nabiyya ba'de. Vëllezër të nderuar, kur jemi përpara kësaj shkolle, pra përpara këtij muaji të shajt të Ramazanit, dhe përderisa ne jemi nxënësat e agjirimit, nxënësat e kësaj shkolle, atëherë patjetër duhet të kemi parasysh këto ajete kuranore ka Allahu azza wa jall thot: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun", dhe për këta le të bëjnë gara garuesit. Pra për Ramazanin dhe mirësitë që gjenden e të le të bëjnë gara garuesit. Pra me të vërtet ja vlen për me bë gara për këtë muaj të bekuar. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", shpejtoni që të arrini faljen e Zotit tuaj. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fastabiqul khairat", dhe shpejtoni në veprat e mira. Pra shpejtoni në këtë muaj të bekuar, qoftë në agjerim, qoftë në lexim të Kuranit, qoftë në namaz taravive, qoftë në dua dhe lutje në kohën e syfyll dhe kohën e iftarit, ku pranohen lutjet dhe nuk kthehen mbrapa, qoftë në kërkimin e asaj që Allah me të liru prej zjarrit e xhehenemit e kështu me radhë. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Limithli hadha falyamalil amilun", për këta le të bëjnë gara garuesit. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala për Ramazanin dhe ngjajshëm si Ramazani dhe agjerimi duhet me bë gara garuesit. Pra edhe nëse lodhesh jetu lodh për Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe nëse e shtohesh jetu e shtu për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj për fund vëllezër të nderuar, e përmbyllëm këtë hutbë me një nxënës për nxënësave të Imam Malikut rahimahullah. E kush nuk ka ndëgjuar për Imam Malikun vëllezër të nderuar, që ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me dhëbi Maliki që njëhet sot, pra e ka marrë emrin pas tij imamit të madh i cili ka shërbyer dinit islam. Imam Maliku vëllezër të nderuar ka pas nxënësa të shumë prej vendeve të shumta të ndryshme të botës, dhe në mesin e nxënësave ka pas një nxënës i cili ka qenë nga Andalusi apo Spanja e sotshme, dhe ky nxënës ka pas emrin Yahya ibn Yahya al-Laythi, dhe kishte shkuar tek Imam Maliku rahimahullah me marr prej dijes dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa ishin zbashku me nxënësa duke mësuar te Imam Maliku rahimahullah, atëherë thirr një thirrës te dera e xhamis, thot ka ardhur një elefant. Pra kishte ardhur një elefant, Medina nuk ka elefanta, dhe në fakt edhe vendi i këtij djalit, pra Yahya al-Laythit ku ishte nuk kishte elefanta. Edhe përderisa dëgjojnë se ka ardhur elefanti, sikur tash me thirr tek ne dikush, neve na tërheka me dal me ksyr se s'kena po elefant live kur. Dhe të gjithë nxënësat kalojnë për me ksyr elefantin, ndërsa ky Yahya ibn Yahya al-Laythi vëllezër të nderuar qëndron ulur para Imam Malikut duke mos e kthyer atë çekimin. Dhe i thotë Imam Maliku rahimahullah: "Pse nuk po del me ksyr elefantin edhe ti? Kurse në vendin tanë s'ka elefanta." Thotoi imami jam: "O hoxha jam, thot unë ka marrë thot për me marr hadithin e pejgamberit alayhis salam, e nuk ka marrë thot për me ksyr elefanta." E subhanallahu, ky djalosh, edhe ky nxënës dhe ky student, edhe pse ka pas ndije më të mëdha se sa ky, edhe ka pas më të mëdha se sa ky, edhe me vjetë kështu me radhë, subhanallahu nuk e dim kush kanë qenë ata. Kthi Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë bereqet shumë. Edhe ky ka mbet për atyre hoxhallarëve dhe transmetuesve të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa dhe kësaj dite ne ka adhurojmë Allahun azza wa jall me hadithet e pejgamberit alayhis salam se hapet i shkojnë këtij Yahya ibn Yahya al-Laythit. Pse e tham këtë ngjarje? E tham se në këtë muaj të bekuar, kur është në pyetje shpallja, kur është pyetje agjërimi, kur është në pyetje ibadeti, mos habitin elefantat e ndryshëm. Elefanti mund të jetë Facebooku, mund të jetë Snapchati, mund të jenë rrjetet e ndryshme sociale, mund të jetë humbja e kohës e kështu me radhë. Prandaj fokusohu para Ramazanit. Fokusohu se je duke qëndruar para Allahut dhe mundohu ta kryesh ashtu si duhet,
e lusë Allahun azza wa jall që të him këtë muaj me rahmetin e Allahut dhe të dalëm me rahmetin e Allahut dhe të mëshiruar dhe të falur. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون